Liridon mulaj, ose doni si që thrasun, sa herë flasim telefon, sa herë para se ngjohemi për kafe, ku je, ku jam, hajde pim kafe gjitha. Ka qenë një ndër njerëzit që jam konsultuar më shumë për fillimin e këtij projekti, podcasti, emisioni, asido që të quhet. Patjetër që me këshillat e tuaja të fyera që unë i vlerësoj pafund, erdhëm këtu dhe jo më kot i pari. Shiko, ti po m'jep ndoshta meritat pa ti je një djalë që punon vetë me pasion. Edhe je djalë që i deti nxjerr vetë. Nga ne kërkon disa këshilla, po ke një gjë shumë të mirë që shumë pak veta e kanë. Ti zbaton atë shprehjen shqiptare që pyet 1000 vetë dhe bën si di vetë gjithmonë. Kështu që ne pavarësisht se japim këshillat tona ti vendos. Jam tifoz i madh i kësaj shprehje fakt. Edhe për mua në fakt kjo është një bisedë e veçantë, është një podcast. Okej, dhe podcast mund ta quajmë, po është një lloj bisede shumë e bukur, natyrë. Kemi një pamje të Tiranës poshtë, që ndoshta nuk është domosdoshmërisht më e bukur, apo kjo nuk vjen për shkakun tonë, është për shkakun se Tirana është ky lloj qyteti që ne nuk e zbukurojmë dot. Siç e the, unë jam shumë tifoz i madh i kësaj që pyet 1000 vete, po siç di vet. Jo për çështje arrogancë, po secili jep atë mendimin vetëm siç e mendon vet, nuk përshtatet, nuk bëhet. Është të vështirë gjën të futesh në fakt në lëkurën e tjetër, është shumë e vështirë të futesh. Zakonisht njerëzit preferojnë mos e bëjnë. Edhe kam përshtypjen që kur japin këshilla, japin për ciptazi, ose deri diku për të mbush një lloj ego të veten, ose për të treguar një lloj kapaciteti të vetin. Pra, unë kam kuptuar që njerëzit kur të këshillojnë, kur bisedojnë me ty, ose kur tentojnë të dëgjojnë, që ndodh shumë rrallë, ndodh vetëm për mbush një lloj ego të tyre. Pra, nuk është se kanë sinqert. Nuk është se kanë sinqert. Spaku shumica e njerëzve që njohim, por kjo është një nismë jote shumë e bukur për faktin se ti edhe si aventurier zgjedh vende të tilla si kjo. Ky është një vend shumë i bukur. Edhe pse Tirana është në sfond, tani Tirana është shëmtuar, ne s'kemi çfarë bëjmë, nuk e ndryshojmë dot, por që nga lart si duket ngjan Rrezja diellit ka shumë bukur dhe kanë nga lart ngjan pak më bukur se sa kur je brenda saj nëpër ato skutat e Tiranës. Po pse mendon për shkak që Tirana ka skuta? Pse s'mendon që ka rrugë që bie drita shumë? Tani besoj se po tallesh, kam vështirë. Nuk e di, janë shumë pakta rrugët në Tiranë që kanë diell. Domethënë çdo vit më shumë po paksohet dielli në Tiranë edhe po shtohet betoni. Nuk e di, ndoshta nuk jam njeriu i dur për të folur për Tiranën, unë jam një nga ata që Tiranën nuk e du, të jemi sinqert, edhe të kam shpreh kudo, edhe në librin tim më të fundit. Është një qytet tërësisht i paksesueshëm nga qytetarët, për mua është një qytet armiqësor me qytetarët. Kështu që nuk kam se si të them që Tirana është qytet i bukur. Sigurisht ne kemi kujtimet tona këtu, kemi rinin tonë këtu, kemi njohur njerëzit e zemrës këtu. Kemi ndërtuar një lloj Tirane në mendjen tonë edhe që mbetet në mendjen në zemrën tonë që e kemi ndërtuar nëpërmjet njerëzve, por ai Tiranë sot nuk ekziston më sipas meje. Shiko, unë kur të shoh ty për shembull, duke qenë se edhe bashkë njihemi, ka ca vite. Edhe për herë parë me taku mi punë që duhet me shpreh të dy talentin, nëse më unë do thoja për shembull një djalë familjar, i rregullt, i arrir në një farë forme, se shkrimtar, njerëzit e dëgjojnë e bëjnë. Edhe prap ti nuk e let të kuptohet nga të tjerët fakti që ty s'të pëlqen Tirana. Kjo është aftësi apo si mund të quhet për shembull? Jo, ndoshta Tirana për mua është e pa bukur vetëm momente intime. Për shembull, kur jam në mëngjes makinë që çoj djalin çerdhe, ose kur kthehem nga çerdhja, edhe aty për shembull po ti dikush e mua e kupton se sa un jam i revoltuar me trafikun, me gjithçka ndodh. E thash Tirana sot për mua është kjo që është, po sigurisht kam edhe dashuri për Tiranën. Un kam marrë Tiranë i vogël duke adhuruar si qytet. Bile së mbaj mend kur isha 2-13 vjeç, un shpesh i kaloja pas ditët vitrinave të Tiranës, duke pa vitrinat, duke pa njerëzit nëpër kafene, u vija nga një provincë e vogël, edhe thoja që kjo është fundi i botës. Pra kjo është maja dhe s'ka më tutje. Por që si çdo gjë tjetër në jetë njeriu mësohet pastaj me qytetin. Sa e vështirë është të arrish këto që ke arriti, se për mua janë shumë. Se asnjëherë Robi nuk thot po arrita, bona, një njerëz që është me kom tokë dhe ka vlera, se ka njerëz sa dush që thon. Po si mendon ti që arrihet, ose për shembull nëse do të pyeste Gjergji, djali. Si besoj që bë gabim që për menajen e çunit. Do të pyes Gjergji, o bab, unë duhet të jetoj në Tiranë. Më ka pëlqyer rruga që ke ndërtuar ti. Kush është për shembull pika më e fortë
që duhet të ketë njeriu mendjen e vet që të thotë po edhe në Tiranë bëhet. Shiko, për mua mjafton që ai jetë i lumtur, edhe për fat mirë shoh njerëz lumtur në Tiranë. Pra do të thotë brezi i ri, që unë bisedoj me ta shpesh, edhe kam shpesh konflikt me ta dhe debat me ta. Më thonë që Tirana është e bukur, Tirana është moderne, Tirana është aksesueshme, Tirana ka lokale të bukura, ka kinemake etj. Diçka që unë nuk e mendoj dhe në fakt më vjen mirë që rinia e do si qytet. Sepse ndoshta rinia vet nga mosha ose nga periudha kur janë e do pa kaosin, e do zhurmën, do makina, Po, është me moshë, muzikë patjetër që vjen me moshë. Nuk e di, Gjergji është i lirë të jetojë në çdo vend botës. Ai do të kërkojë ndoshta një ose Bjorni, jo patjetër. Mund të vjerë dikush se Gjergji mund të shkojë të jetojë në Skandinavi. Po ideja është për shkakun që një pasionant, një i ri 20 vjeç do të ndërtojë, siç kemi menduar gjithë, se gjithë e kemi menduar kur ishim student. Edhe thot, "Ore, kush është pika ime e fortë këtu?" Unë për veten time them, është kjo, pyet 1000 vet, e bëj siç di vet. Kjo do e jepsha si këshill për shkakun. Se di e vështirë gen, pyetje shumë e vështirë kjo. Pyetje shumë e vështirë sepse me ankesat pa ankesat po ja del ke krijuar një network të bukur. Jam dakord, po për faktin që u ndihemi pa realizuar në Tiranë, ndoshta nuk e di se çfarë këshilla mund t'i jap. Nuk mendoj që ka artisti do thotë një herë u plotësova. Jam dakord, po nuk e di se çfarë këshilla mund t'i jap djalit tim sinqerisht, sepse unë sot jam një shkrimtar, nuk e di mirë i keq, këtë nuk e vendos unë, por jam një shkrimtar që botohet nga një shtëpi botuese shumë e mirë, kam lexuesit e mi, kam arrit një farë niveli etj, po nuk është kjo e gjitha. Pra shkrimtari është një qenie i cili në pamje të jashtme duket sikur i ka çdo gjë në terezi, çdo gjë ka vetëm një punë jetë për të shkruar, por që në fakt është krejt e kundërta. Sidomos shkrimtarët e sot dhe modern, bashkëkohor të kohës son, shkrimin e kanë luks, sepse jeta dinamike, familja, puna, mbijetesa, gjitha nuk të lënë kohë. Nuk besoj që ja kanë ata që ja konsiderojnë luks, nuk besoj që kanë nivel artistik aty ku duhet. Për çfarë kisha fjalën luks? Luks sepse nuk ke kohë të ulesh shkruash. A ti thu kohën për të shkruar, është për të shkruar është luks sepse ne jemi në vrapim, jemi duke vrapu, mosha jonë është. Pra jemi duke vrapu, ne duhet punojmë që të mbajmë familjen, duhet punojmë që të mbajmë veten, duhet ushqemi, duhet rrisim fëmijët dhe pastaj brenda gjithë tyre duhet gjejmë edhe kohën për të shkruar, për të reflektuar, për të treguar veten tonë si shkrimtar atje. Shkrimtaria në Shqipëri nuk është profesion. Kur kam pas idenë e parë për realizimin e këtij emisioni, gjëja kryesore që kam pas mendje ishte njerëz nga përditshmëria që do më thonin çfarë i pëlqen dhe çfarë do bënin ndryshe. Ti the ke pjesa e shkrimtarëve që nuk është profesion në Shqipëri. Po, domethënë ideja është që nuk krijon tare. Çfarë do doje ti të ishte ndryshe për shkrimtarët në Shqipëri? Çfarë do doja? Domethënë si do të rregullohej kjo qasje? E kuptoj, janë disa kushte të cilat është edhe një lloj po themi fati jo i mirë që ne jetojmë një vend vogël. Në gjithë botë shkrimtarët mbahen në shitje. Për shembull, kemi shtete si Amerika që janë 500 milion, ose po themi Europa që janë nga 60 milion, 80 milion, edhe ti nëse je mirë automatikisht do kesh disa të ardhura nga letërsia. Normalisht më thonë që edhe në botë sot shkrimtarët nuk jetojnë nga letërsia, por kanë disa subvencione, kanë disa, për shembull, kur del një libër i mirë, që është i mirë vërtet dhe vlerësohet nga kritika, shteti blen disa kopje, mund të blej gjysmat e kopjeve të tirazhit dhe paratë shkojnë shkrimtarit. Ai sigurisht nuk mund të bëjë një jetë mirë me ato, po ndërton. Për shembull Irlanda, çfarë bëri Irlanda së fundmi? Irlanda për 3 vjet futi për 3000 artistë nga Irlanda, nga 1500 euro për secilin, në muaj, që ata të kenë mundësi të krijojnë edhe të bëjnë artin e tyre pa pas nevojë të punojnë. Pra kjo është një gjë e mirë. Domethënë është krijuar një grup që është vlerësuesi të vlefshëm. Po, janë 3000 artistë nga Irlanda, të cilët mendojnë se vlen, edhe secilit prej tyre do i bëhet një pagesë prej 1500 euro çdo muaj nga shteti, po. Që ai të punojë, pra edhe nëse punon është puna e tij, po dhe nëse nuk punon ai ta ketë një mundësi që të punojë i qetë, krijojë art i qetë. Do frymëzimin e vet, do muzën e vet. Ne jemi larg kësaj, sigurisht jemi larg kësaj. Kryesisht libri letërsia është lënë shumë keq në Shqipëri, ne vetëm botuesit e majnë barrën e shitjes, barrën e promovimit etj. Po mbështetja e shokëve, si duket ty këtu në atë që ti bën. Shoqërisë, shok, kur them nuk them genit konkretisht. Po shoqëria, familja, miqt, krushqia, komshia, gjithë. Është interesant. Në fillim, në librat e parë, unë e kisha shumë të rëndësishme çfarë do thonin familja ime për librin. E kisha të rëndësishme, normalisht. Ashtu kemi pas gjithë kur kemi nëse nuk lexon familja jote, si mund të lexojnë tjerë. Çuditërisht familja ime nuk më ka lexuar. Nuk më ka lexuar. Edhe sot më lexojnë shumë pak. Për shembull, vëllezërit, motrat shumë pak. Nuk e di tani, besoj te tani që janë bindur që unë jam shkrimtar, lexojnë, jam dakord. Janë lexuar, jo, nuk, domethënë disa prej tyre po, disa prej tyre jo, po jo me atë entuziazmin e madh që botoi një libër këtu tani hajt ta marrim vesh se çka ka shkruar. Në
Në fillim e kisha Tash i probleme. lexojnë? Tani kanë filluar sikur Atë lexojnë. shijon ky emri? Shiko, në fillim e kisha problem që s'lexonin. Tani t'jem shumë i sinqert, nuk më intereson fare më lexoj as lexoj. Se edhe unë shumë mendoj që edhe unë fillim fare të tilla gjëra kaloja, duke qenë se edhe unë pjesë e artit, e vuja ç'a menon ky ç'a menon. Tash sikur shijon. Jo, e them kështu pa modesti që unë e kam tejkalu këtë stat, pra unë lexoj masivisht nga lexues kryesisht spanjor edhe nuk më dhon për ta shkruaj. Po në fillim kjo mënyrë ka qenë një mënyrë komunikimi edhe me njerëzit e mi, për t'ju thënë që Po patjetër, se Mirdoni arti edhe shpreh. është ky që lexoni, nuk është ky që është në jetën e Po tij. ky emri atë shijon tash që njerëzit ndjekin sepse ti e doni, Leriton Mula, e kupton, shkrimtar që ka marrë çmime, shkrimtar që e fto kryeministri, shkrimtar që në çdo event shkrimi. A shijon ky emri tash që ke njerëzit e njohur, ha? Jo ke njerëz. Shiko, Gen, para 2 ditësh do të tregoj një ngjarje e pa thënë më parë. Ndodhi para 2 ditësh. Isha për herë të parë, mas shumë kohësh po përdorja autobusin e linjave, se unë detyrohem të lëvizoj makinë. Dhe në autobus kisha vënë kufjet dhe po ngjoja muzikë. Përballë meje kisha një vajzë të re, një adoleshente, 18 vjeçe, që për hir vërtet ishte shumë e bukur, e freskët, rinore, dhe ngjit me të ishte një djalë mosha e saj, nuk ishin bashkë, që ishte edhe pa i mosha e saj dhe ishte i freskët, i bukur, i veshur, bukur, i pastër. Dhe ata dy një farë mënyre, se unë jam shumë vëzhguesi ime të jetës njerëzore, ata dy po flirtonin pak me njëri tjetrin. Aty kuptova që ne nuk kemi pas rini. Domethënë rinia jonë ka qenë një lloj rinie vulgare, më burrë dha. Domethënë kalon te dita kështu, ku diun, me ca gjëra bajate të pavlefshme. Po jo, kur isha student unë shkoj. Për vetë se në 2 orë të ikën kom shtëpi si ishim. Për vetë se në kom, po s'kemi ditë me flirtu, më burrë, nuk kemi ditë me qenë të bukur. Kush e ka fajin për këtë? Nuk e di. As ndoshta s'ta ka orientuar njëri? Nuk e di kush. Unë mendoj s'ta ka orientuar njëri. Jo, unë besoj që është edhe çështje si e shef ti jetën, se edhe të rinj kanë një lloj perceptimi, po unë e kam shkruar një tregim dje, nuk e kam shkruar fizikisht, e kam shkruar në tru nga shtëpia deri në qendër në autobus vetëm duke parë ata 2 të rinj. Domethënë e para më vinte keq për veten, që mos kisha pas një rini kaq të bukur, pra s'kisha ditë të isha kaq i bukur sa këta, edhe së dyti më thënë drejtën më dukte kaq pasor ai moment saqë për një moment unë ndjeva i lumtur, jo se i pash ata 2. Energjia që sa mirë thash unë, jo, sa mirë thash kam të aftësinë e shkrimtarit për ta shprehur gjithë këtë bukuri që shoh ose gjithë të lumturinë që ndjej duke pa ata 2. Dhe është një ndër momentet e pakta që kam thënë vetes sa mirë që je shkrimtar, ose sa mirë që ke aftësinë shkruash. Shiko, nga natyra jam modest. Ndoshta edhe letërsi më ka dashur për këtë arsye. Kam qenë modest dhe i sinqert. 2 gjëra që ndoshta letërsia shqipe nuk i ka pas. Kryesisht letërsia shqipe gën, edhe këtë do po e them ndoshta me pak brutalitet, vulgaritet, nuk është në nivele të duhura se është bërë nga njerëz të vegjël. Jo njerëz të këqij, se një njeri i keq mund të shkruajë letërsi shumë të mirë. Pra njerëzit e këqij shkruajnë letërsi shumë të mirë. Mund të shkruajnë letërsi. Njerëzit e vegjël nuk shkruajnë letërsi. Ose ajo që shkruajnë është kaq bajate, domethënë në nivelin e tyre, kështu që unë shpesh kam pas një lloj konsiderate jo të mirë për letërsi shqipe duke u nis nga autorët. Se kanë qenë njerëz të vegjël, njerëz tarafesh, njerëz, ku diun, gjëra që nuk duhet tani të hyj këtu se janë kulisa dhe klanësh janë çdo profesion. Por që ndoshta ky sinqeritet. Si neglizhohen këta njerëzit? Si? Për shembull, edhe unë e vere shumë tek njerëzit këtë, njerëz thonë. Bile ka bërë histori që revoltohen. I neglizhon koha kjo. Jo, ideja është për shembull do dalësh, përplasesh çdo moment me këta. I skarcon koha, s'pagu letërsime nëse Si s'do art mirë. Si duhet me duru? Jo, s'kepse, se kush krijon rrethën Po e vet. ja të them unë një ditë që u revoltova shumë fare për shembull. Dal me këto streset e mia, me gjërat e mia. Shkojmë në parkim, del roja i orë larg, ngren të durët, komët, me tregu që s'ka vend. Edhe u mërzit pse unë s'po e kuptoj, a kupton? Edhe po këto, domthon kjo nuk është njëri i keq. Kjo është njeriu apo? Është tjetër sens ajo që po thoj unë fakt. Po pra, pastaj edhe neglizhon këtë se thu mos u merr me të. Jam dakord. Jo, po ama këto njerëzit që ke ti tash te fusha jote, nuk mund thosh neglizhoj se ti do t'i kesh gjithë kohës aty. Jo, nuk i neglizhoj. Ti do të gjesh një formë për të përballë. Nuk i neglizhoj, mundohen për shtatë vëllum. Se edhe letërsia. Po shtatësh duke mos menduar çfarë. Çdo art ka këto lloj problemesh. Për shembull, po ta shohësh të parë që duan të evidentohen edhe të duan të nxjerrin syt me veprat e tyre janë të paaftit. Ose pa talentumit. Që do me bë kritika, do me bë. Ndërkohë, letërsia është e mbushur me njerëz tillë, me njerëz që shkruajnë, po unë prapë i kthem asaj pikës parë. Është bë pak si trend kjo pjesa e shkruajtjes. Me këtë flasësh, tash që nisa tek idenë e podcastit, gjithë njerëzit më thonë du të marr pjesë, gjithë më thonë pse s'shkruaj një libër. Po i them njëna se shikoj, nuk është të lexoj, nuk e di. Jo, ideja është kur ti të marrësh përsipër me lexu ti me shkruajt, ti do të jesh e bindur që ke njerëz që duan të lexojnë. Po, është vërtet. Ndërkohë njerëzit në momentin që ti s'ke fanca, se fanca po ti konsideroj. Duan të dëgjojnë sot, nuk duan të lexojnë. Edhe i them që, okay, hajde, kjo është mundësia që mundohemi
duke folur, e përmbledhim në një kohë të shkurtër se njerëzit kanë as durim. Dhe unë ta jap me fakte këtë. Unë jam vetë shkrimtar, kam dalë emisionet më të njohura shqiptare, nuk po i përmend tu. Edhe dalja ime në gjithë emisionet që kanë mira, miliona shikueshmëri, është reflektuar shumë pak në shitjet e librave. Kështu që njerëzit janë demel lexojnë çfarë shkruajnë, duan të dëgjojnë këto ndodhi çka ka ndodhur, du të çajin çik se në këtë fazë jemi. Kanë qef. Jemi në këtë fazën e përvujtni nuk mund ta quaj, po jemi në këtë fazën që duam çaj me tjetrin, duam të çajmë hallet tjetër, ndërkohë kjo nuk reflektohet pastaj. Drama po nuk reflektohet asnjë të përditshme. Se një emision i tillë kur ngjon një njeri që çan dhe tregon dramat e tij, ne duhet na ndihmojë të bëhemi njerëz më të mirë. Ndërkohë ne sa fikim televizorin, bëhemi po të njëjtit përbindsh. Si bëhet një njeri më i mirë? Si bëhet? Po është sistem kam përshtypjen. Domethënë, do të ketë disa shembuj të fortë në lagje, në familje, në shkallë, pikërisht pra. Cilët vendosin ca rregulla ose nuk dorëzohen, ca idealist. Gjej një shprehje para pak ditësh në një kështu këto vitet e Instagramit. Thoshte që po s'mund të më bëj mirë të paktën mos bëj keq. Unë jam dakord. A kupton? Bëj mirë se mirë nuk është vetëm po mirë mos pagu mos bëj keq, e kupton se. Po s'thot kush bëna keq. Edhe është shprehje mirë. Nuk thot kush bëna keq. Nuk thot kush sepse edhe duke pa Terezinë vetë ai mendon që thot bëna mirë, se mendova për vete. Po ideja është me bë mirë nuk është vetëm patjetër mi dhon lek dikujt, mi dhon diçka fizike se mirë bëhet me pyet. Ja për shembull nisa këtë unë, më kanë marrë shumë vetë telefon edhe thoshë si mund ndihmoj. Vetëm fakti që ti merr telefon. Po, dhe më thu që më pëlqen kjo që bën, por më është një ndihmë shumë e madhe. Unë ndiem 2 orë i lumtur, a kupton? 2 orë nuk e lu kush lumturinë time. Edhe kjo është për të bërë mirë. Njerëzit nuk naqen me kaq pak gjithë, ose nuk e vlerësojnë kaq pak. Me çfarë naqesh ti? Unë. Për të tilla gjëra se u gëzojmë shumë kur njerëzit lexojnë. Gëzojmë shumë kur kur flasim mirë për mua, se me të thënë drejtë nuk e kam synim të jemi mirë. Unë nuk e kam synim të jem njëri mirë, e them sinqerisht. Unë duhet jemi mirë për ata njerëz të mi, duhet jemi mirë me plotësu detyrat. Po nuk mund të jetë njëri i mirë, se dalim tash që po flisim. Nuk kemi ne shembull, ose nuk jepen shembull lart e poshtë që duhet jesh njëri i mirë, duhet të kesh, për shembull Shqipëria është sipas meje atë dheu i padrejtisë, atë dheu i mos meritokracisë, i shumë gjërave dhe ne duke u rritur në këtë sistem, kështu jemi mësuar pastaj. Ne nuk dimë se çfarë do thotë ta fitosh një vend pune me zotësi, nuk dimë ta fitosh ose të ngjitesh në detyrë me meritokraci. Pra, duke u rritur në këtë lloj sistemi, s'ketit si ti mësosh. Si ti edukoj brezat e rinë që vlerësojnë meritokracinë? Është pyetje shumë e fortë. Nuk e japin dot përgjigje njerëzit kanë vite, ndortime. Me thënë drejtën, po të ishte ndortime, do bëja një lloj, më thojza, një lloj eksodi pasor. Do t'i merrja gjithë shqiptarët do t'i zhvendosja në Europë dhe do e mbushja Shqipërinë me pak gjerman dhe suedez për një ca vite. Dhe kur të vinin shqiptarët ta gjenin gati. Pra një lloj atë dheu kështu gatshëm për të jetuar dhe për të mësuar ca rregulla. Edhe për atëherë nuk jam i bindur që ne mund ta mbajmë atë lloj atë dheu dhe vendi, po vetëm në këtë mënyrë. Nuk e them tani se përtej edhe shakas edhe ironisë që bëjmë, ka dhe njerëz të mirë Shqipëria shumë, ka dhe njerëz që duan të jetojnë jetën e tyre, duan të punojnë, duan mos kenë të lashe, duan mos kenë probleme. Po gjithmonë është thotë i miku im profesor Ardian Dreca, thotë në mal thotë kënon edhe Bilbili thotë, po sorra ngjohet gjithmonë tu krokat thotë, ose e kupton, pra këto të kishin ngjohen gjithmonë dhe këto evidentohen gjithmonë. Por situata është jo pesimiste, nuk mund ta them pesimiste. Unë besoj shumë te brezëria. Çfarë pëlqen më shumë Shqipëri ty? Mua Shqipëri. Shiko, ndoshta duke jetuar gjithkohë në Shqipëri nuk i vlerësojmë sa gjëra që janë, duhet jemi të sinqertë. Unë kam jetuar edhe jashtë pak vite, por kur del jashtë të merr malli ndoshta për këtë lloj kemi këto gjërat tona me zot. Gjakun e nxehtë. Po gjakun e nxehtë, ku di unë këto festat tona në herë pak shumë të shtura. Këto kur del poshtë e kafe dhe njeh 100 vetë, dy që flasësh gjithë. Të merr malli ndoshta jashtë. Jashtë normal. Disa ndjesia ka unë, kur dal jashtë shtetit, kështu çdo shqiptar më duket si vëlla. Po jashtë shtetit je numër, unë e kam provuar vetë për shembull nëpër stacione metrosh, nëpër aeroporte. Po sa çovësh njëshi flet shqip ose nëpër këto dyqane të McDonald's janë, ku diun, 5000 vjet që presin rrallë, aty zhvlerësohet njeriu. Për mua zhvlerësohet njeriu. Unë i urrej këto lloj vendesh se aty e thjesht një numër. Domethënë janë gjithë njerëz që shkojnë kështu si tromaksur, kanë shkojnë dikuaj që ju vend ca kështu fasheta anash dhe kanë vetëm një drejtim dhe as vetë nuk e dinë se ku shkojnë. Ndërsa në Shqipëri ti nuk e ke atë jetë. Pse vazhdon me shkujt prapë në Shqipëri? Ti del në mëngjes nga shtëpia dhe do t'ju flasësh një 10 vetave. Është gjë e bukur kjo. Në lagje. Po në lagje, po në rrugë do të dalë dikush një orë. Do hysh me dikë mohabet në autobus, po. Jashtë nuk është kjo lloj. Do kjo është energji pozitive. Ne kemi me tepri.
Ja, unë mendoj që i kemi tepri, edhe të mirën edhe të keqen me tepri. Ne kur urrejmë dike urrejmë shumë dhe duam ta shtim në 7 pashtë dhe kur e duam dike duam ta majmë qaf, pastaj edhe mos ta çojmë Mos majmë atë mes. Nuk kemi një lloj ekuilibri, ndoshta ky është problemi i shoqërisë tonë, nuk kemi ekuilibër me njerëzit. Po pse vazhdon me shkruaj në Shqipëri ti pra? Pse vazhdon me shkruaj? Pse s'provon me shkruaj një herë Se gjua shqipe është gjua Jo, ime. me shkruajt për një të huaj. Se përgjithsisht librat unë i kam lexuar, Ti thot punosh ghostwriter. Jo, për subjekte të tjerë. ideja është për shembull librat tu i kam lexuar. Edhe e gjej veten shpesh herë. Besoj shumë të ri shqiptar që ja lexojnë. Nuk është se unë e gjej veten se lexoj vetëm rrymën që shkruan ti, ose lexoj edhe gjëra të tjera. Por që çdo shqiptar e ka kaluar një situatë, një gjë të tillë. Po për shembull ti mund të shkruash ezem për një publik evropian. Shiko, unë jam shkrimtar klasik. në sensin pse klasik? Unë besoj shumë te hallkat e letërsisë. Sot ke Amazonin, për shembull, që njerëzit shkruajnë dhe botojnë Amazon. Ti e blen diku në botë, printohet dhe ta sjell. Pra është dhe kjo mënyrë që ti i shbën gjitha filtrat, redaktorin, përkthysin, botuesin, gjitha. Pra thjesht e shkruan e hedh aty Gjërat mekanike eliminohen. Po sa vlerë ka ajo pastaj, se sa cilësore është ajo. Nuk ka vlerë fare. Domethënë unë besoj në këtë letërsinë e cila kontrollohet, në letërsinë që redaktohet. Tradicionale. Po, letërsinë tradicionale. Pastaj është puna përkthyesve. Kur doli kjo çështja AI-s, nëse më para 2-3 vitesh, kur zëvendësoi jo video, jo shkrime, jo tema diploma gjëra. Unë kam qenë nga ato që kam thonë nuk e kam frikë fare. Ja. Sepse vjen moment, gjithë bëjnë të njëjtën gjë, të gjithë kanalizohen. Edhe ky podcasti, domethënë pse kam menduar me apo kështu jashtë, mendime gjëra është sepse nuk duhet të bëj një gjë siç e bëjnë të gjithë tjerët. Jo që duhet t'rregoj mendim. E kuptoj. Thjesht duhet bëj një gjë që të ketë ndjenjat, të ketë mendjen time dhe në rast se do të pëlqet se e kam bën. Sepse të gjithë gjëra parë që po bëjnë shkojnë, pyesin AI-n, si ta bëj këtë. Ose po i fusin edhe i green screen herë që bëhet çdo gjë kështu. Është fikse ajo si letërsia që e shkruajnë si din vet, e redakton AI-ja, Po. edhe pastaj publikoi dhe nuk ka sukses pastaj. Unë herë s'pari uroj shumë që ata që na shohin ta ndjejnë këtë lloj freskie dhe këtë lloj qetësie që kemi ne këtu. Ndoshta është me vërtet e bukur, se jemi larg Tiranës, është ajri i mirë. E shohim nga kënd tjetër. As unë nuk e kam frikë inteligjent, nuk e kam frikë. Unë kam frikë kur përdoret për çështje që nuk duhet përdor ose për çështje shumë jetike siç janë diplomat, siç janë ndoshta një ese që njëri duhet ta shkruajë. Nuk është problemi ai, është problemi i sistemit arsimor. Okej, pra, dakor, po them problemi pse përdoret për një ese që mund ta shkruajë njëri, e cila eseja është jetike për ta shkruar, për të mësuar intelektin, për të mësuar si shkruhet një artikull, si logjikohet duke nis koka, zhvillimi, fundi e tjerë, pra si janë teknika që ne do na duhen gjithë jetën. Duke i eliminuar këto ne automatikisht zhvlerësojmë edhe shumë anë të intelektit tonë dhe të mënyrës sonë se si ne mund shkruajmë dhe mund të mendojmë në të ardhmen duke qenë në një lloj strukture. Prandaj i trembem AI-s. Sa parimor duhet të jetë njeriu? Kur them parimor, është ajo edukata që na kanë dhënë prindit, se unë e di që edhe babi jot është pak a shumë si babi im, ai këto njerëzit intelektual të kohës që lexonin, studionin, e na kanë rrit me ata kornizat që mos atje duro bobo. Sa parimor duhet të jetë Gjergji këtë në mënyrën se si jemi rrit ne, ose Bjorni im ose Gjergji. Si do të jetë ai? Që t'ia dal mirë, domethënë që të jetë i mirë për njerëzit e vet, siç theti shpar. A u don, jo të jetë i mirë për imazhin e për gjanat. Shiko gen, unë dy parimi kam pas një jetë që shpesh, familjen e kam mësuar normalisht, po edhe vetë, para herë e kam kuptuar gjithmonë kufirin e gjërave që më takojnë, pa hytek ose pa ndërhytek ato që e dishës përkasin. Kjo ka qenë një, le të themi, një parim i fortë i imi që e kam pas gjithë jetën. Unë i kam ditë shumë mirë kufit e mi, e kam ditë se ç'a nuk më përket, ama e kam kuptuar gjithmonë kohë se ç'a më përket dhe ç'a është e imja. Dhe kam luftuar asa kam mundur të luftoj për të. Dhe e dyta që në fakt unë s'ja kam arrit, por ndoshta Gjergji duhet t'ja injektoj, që ai duhet jetë i lumtur në vendin ku jeton. Normalisht lumturia absolute nuk ekziston. Nuk ekziston, absolutisht nuk ekziston. Por s'paku të ndihet mirë në vendin ku jeton. Unë për vetën time, si një prind i ri, siç jemi bashkë dy prindër të ri, mendoj që për shembull shumë vetë pyesin çfarë do të që të bëhet Bjorni. Edhe unë them ai të bëhet çdo gjë që doj, qoftë edhe një bari, nuk është se po du me ofendu barin. Po mjaftot ta doj dhe ta doj vetë, jo ta doj se dikush i ka thënë që kjo është e mirë. Tani ne uroj të rrim me këto mendje se prindit shiko. Jo, edhe sot nuk i tham asnjëherë merr këtë lodron.
se neve na impononin me sa janë vegjël, shiko, sa janë vegjël, koha kur ata do rriten dhe do fitojnë profesionet e tyre na duket e pafund, shumë e largët. Dhe ndoshta prandaj jemi kaq mos përfillës. Por dyshoj nëse nesër do më thotë Gjergji mua që bab du studioj mercologji ushqimore, se do jetë një degë tek kalume ndoshta atëherë. Edhe mu do më vi mirë. Është tjetër gjë çfarë do të vjerë mirë ty. Por jam dakord, por unë e them Gjergji do doja të ishte për shembull muzikant. Do doja shumë të ishte pianist për shembull. Jo, edhe një herë. Se unë adhuroj muzikën klasike e tjerë. Ama ai do zgjidh sigurisht atë që ai. Është tjetër gjë, ti si prind ke për detyrë me orientu. Ama unë për shembull nëse ka një gjë që unë e kam ndjetë të mbështetjen e prindërve. Babit që ishte edhe i fushës, kur më qenë maturant. Ne ishim viti i parë sistemi 9 vjeçar, dolëm keq me provimet e maturës. Po shumë keq. Ne që mësonin dolëm keq, ato që mësonin morën nota të mirë. Edhe thotë mos u mërzit, thotë, kështu funksionon. Që unë priça që babi im ishte mësues në bërtiste, kështu funksionon. Vi shpat lota të hec përpara. A vëllon, edhe unë nuk po them që unë do t'i them Bjornit të Bjorn ti shko boll kështu. Unë po them që në momentin që ai thotë unë jam i lumtur me këtë gjë. A vëllon, sa parimor duhet të jetë kjo gjë? Sepse un kam frikë se ky parimi i tepërt e bën të ngulet aty pastaj. A kupton? Po. Mirë është edhe të eksperimentojmë. Pikërisht pra. Sa shumë duhet të shtim fëmijët për të eksperimentuar, për të gjetë veten. Si shteti, për shembull, nëse kemi provuar të ndjesin në autobus 2 veta, a kupton? Sepse ishte edhe turp. Ndoshta në herë gen, nuk e di, ardhmja e fëmijëve tonë ose ardhmja jonë varet shumë nga çfarë ju krijojnë atyre. Për shembull, me shembull apo me fjalë? Jo, edhe me shembull, po them me një lloj statusi ekonomik, jemi të sinqertë. Për shembull, unë edhe ti kemi dalë një pa trashëgim. Edhe sot. Po ashtu jemi. Unë pranoj se s'kam ashtu jemi, edhe unë. Unë jetoj diku me qira dhe me këto streset e përditshmërisë, jo qiraje e tjerë. Kjo të kushton sa ti jesh. Okej, dikush mund të thotë tani që pse ti nuk e fitove, pse nuk e bleve ti një shtëpi, e kupton? Se je kaq vjeç që ke arrit këtë atë. Nuk është kaq e lehtë. Po nëse nëse atyre ne ju lëm një bazë ekonomike të mirë, që ata të kenë mundësi të eksperimentojnë, ata do ta bëjnë. Ndryshe ata nuk do ta kenë luksin të eksperimentojnë. Që s'kan pas bazë ekonomike dhe kanë sigurisht. Është çështje prioriteti. Unë nuk do ta nxjerr fëmin tim që turret pas. Pikërisht pra, është çështje prioriteti pra. Ja. Sepse është më mirë të vlefshëm, të ketë vlera të transmetoj. Ama një far stabiliteti ekonomik i duhet. Gjithë të botit duhet. Për qenë i lirë për të bërë gjërat që do. Jo për qenë i kushtzuar nga punëdhënësi, nga banka, nga tjetër. Por mu më intereson që ai të jetë i lumtur edhe përsëris të gjë për mua le të jetë i lumtur, duhet të jetë i lumtur. Thash lumturia nuk ekziston absolute, se për ndryshe është një lloj degenerimi lumturia pra. Imagjino njëri i lumtur gjithmonë mund të jetë budalla, e kupton? Po të jetë i plotësuar, ndihet i plotësuar dhe ndihet i mirë. Ajo që unë do ju sheh aty gjithë jetën, edhe përkundër dëshirës tij do jetë dashuria për artin. Ndoshta edhe me nxitje, edhe me imponim, thojë. Lexoj gjë muzikë. Një fëmijë kemi diskutuar çështje të ndryshme, edhe shoqërore, edhe personale të gjitha. Edhe të dy vim nga vende të thella dikur, tash nuk kanë më të thella se rrugët e gjona. Ti je çik më afër, këtu deti. Unë jam dakord, po prapë kur jam rritur s'ka pas rrugë. Mirë. Kur rritus kishte Asberberio, ka pasur njëri me telefon, flisnin me ata. E njëjta gjë ishte. Detin e kuptuam kur u bë rruga, se shkonim me gomatë me biçikletë. Kjo ardh. Dhe unë ta thash edhe një herë, do ta shohësh edhe me syrin tim veten tate, jo vetëm me syrin tate. Kupton se një artist nuk besoj që ka artist në shpirt që thotë unë jam i kompletuar, unë jam rregull. Edhe unë për veten time ty të shoh për shembull si një ideal shembull. Për shembull që do doja shumë që Bjorni im të shoqërohet me Gjergjin tat në rast se Gjergji është si ti. Në rast se do ishte ndorën time si prind. Ama do doja shumë me ditë prej teje se unë e di shumë mirë se sa thellë shkojnë ata mendimet tuaja e kështu. Do doja shumë me ditë për shembull që si ti zgjedhin shokët rrethin shoqëror të rit. Shiko, unë besoj se arsyeja ose mënyra vetme se si mund zgjedhin shok ose shoqë të ngushta do jetë një farë kombinimi shpirtëror, pra se çfarë aju bashkohen shpirtrat, aju bashkohen ndjesitë, aju bashkohen shijet, orientimet, aju bashkohen qëllimi përbashkët. Prandaj thash që fëmijës tim duhet të injektoj artin. Unë i du shumë njerëz që e duan artin, që dëgjojnë muzikë, që lexojnë etj. Se kjo në çdo pikë të jetës tënde, sado poshtë bish, nuk të lë me ra shpirtërisht. Ti mund të bish fizikisht, mund të rënohesh nga pasuria, mund të humbësh gjithçka. Arti të mban lart, të mban shpirtin lart dhe të jetë forcë. Okej, kështu ka ndodhur në fila normal, doja dalë etj.
Por se si ata do i zgjidhin shokun nuk e di. Unë një këshill do t'i jap, edhe këtë e kam shumë të rëndësishme dhe ja kam dhënë fëmijëve të tjerë kur shkoja nëpër shkolla për të diskutuar për letërsinë. Nuk është shok ai që të godet edhe vjen pastaj të kam shok. Nuk është shok ai që të shan para tjerëve dhe pastaj të kam shok. Ne kemi qenë fëmijë dhe kemi duru shok tillë. Unë kam pas shok që më ka rraf në shkollë i vogël dhe pastaj vinte thoshte hajde dalim bashkë. Dhe unë dilja për hir, thoja hajde se e kam shok. Unë djalit tim do të mësoj që mos ta duroj as edhe një sekond këtë gjë. Pse? Ai që të bullizon dhe ai që të godet nuk të ka shok. Nuk është shoqërike, nuk është miqësi kjo. Ai që të godet duhet të largohesh më herë prej tij dhe ai që të bullizon të largohet më herë prej tij. Ka ca momente që besoj çdo njeri ka lënë edhe unë. Këto krisat ekzistenciale ndoshta që është çdo vit. Mu zakonisht I kemi për vit. Mu zakonisht do të mos i vron sezoni das, po. Okay. Por gjitha kanë një formë se si ja dalin. Për shembull, ti po thua arti. Se nuk të lën. Se ti thua kam diçka që mban e bëj me pasa. Unë për veten time kam ca koleksionet e mia, ca gjëra personale që kot i hap aty i shoh. Ca çakma. Po bukur, se ke një gjë. Kjo është e bukur. Sidomos, për shembull, ti ke kaluar se nuk je i ri, kuptimi nuk je 20 vjeç, ke një eksperiencë, ke një karrierë, ke një emër, ke një familje, ke një rreth shoqëror gjitha. Si do ta kalonte dikush që është mosh 20-25 vjeç këto momentet e këtyre rënjeve? Se vjen zakonisht sa mbron shkolla e kalon këtë fazën e kësaj krize. Krizat ekzistenciale ose edhe depresive deri diku ka një shkak. Ka një arsye. Për shembull ti the kur morën dasma, pse? Sa e periudha dasma është dinamike, takon njerëz, vjen shkon. Pastaj bie qetësi. Për shembull mund ndodh shpesh kur vi nga jashtë. Kjo zymësia e Shqipërisë më plagështon. Më vjen keq ndoshta për veten, për njerëzit. Pse mos jemi edhe ne si Europa, them, se e dallon sa hyn në aeroport të njerëzit që janë vesh. Të gjithçka e kupton që nuk je si Europa. Kur zbret nga avioni. Unë më kap një herë kjo dhe them, pse nuk jemi edhe ne? Se s'na mungon gjë, kupton? Jemi të ditur, jemi të shkatët, jemi të bukur, jemi të pashëm, jemi të gjallë. Po pastaj kalon, është periudhë që kalon. Unë të thash, për mua është këto periudha ndoshta janë gjithmonë një lloj burimi për letërsinë që shkruaj. Pra unë gjatë asaj kohe jam duke mendu, kam pyetje të thella, pra pyetjet më të forta dhe më të thella që vijnë gjatë asaj kohe. Për shembull, një ndër këto ka qenë kur unë mas shumë vitesh u riktheva edhe një herë besimit. Pra shkoja në kish, unë jam besimtar, besoj normalisht, po nuk jam praktikant i devotshëm, mendoj, edhe pse them që Zoti ka hyrë në jetën time shumë herë. Praktikant është këtë gjë, besimtar është. Jo, unë besoj në Zot, jam katolik, por nuk shkoj në kish çdo diel, nuk e frekuentoj kishën shpesh, edhe pse besoj që thash Zoti ka hyrë në jetën time shumë herë për të përmirësuar jetën time dhe për të më dhënë dorën. Por thash, për shembull, një ishte kjo kur unë riktheva besimit dhe u trondita, kisha pyetjet e mia, dyshimet e mia, derisa një prif një miku im tha shiko Lirë, nuk është besimtar, tha që nuk dyshon. Edhe që nuk pyet. Sepse unë besoja që besimi është dorë dhe duhet ta pranoj. Unë kam shumë to debate se disa kundërshti. Pse duhet të jetë feja kështu? Pse duhet të jetë besimi kështu? Po pse kjo gjë duhet të jetë kështu? Pra, domethënë kisha dyshimet e mia dhe thoja, a e kam gabim ose apo blasfemoj unë që pyes. Edhe krijoj dyshime ndaj besimit. Ndërkohë që e kuptova që njeriu duhet të dyshojë gjithmonë ngel. Jo, mos dysho, dyshimi çon humbje. Problemi jon si shoqëri është nuk dyshojmë të askush. Duhet dyshojmë shumë të gjithë. Përveç me këtë besoj të ta mbyllim. Nëse s'do ishte tipi i shkrimtarit. Se shkrimtari ka një lloj mendimi më ndryshe nga ne artistët të tjerë. Ç'do ishte? Tani ka dy përgjigje. Jo, ka dy përgjigje. Përgjigjja e parë se çfarë do isha unë literalisht, po të mos shkruaja, dhe përgjigjja e dytë është çfarë do doja unë të isha. Çfarë do doja? Okay. Se çfarë do isha unë? Mund të isha një shumë me sigurt që mund të isha një emigrant në Europë sot edhe pa nam pa nishan duke punu diku në punë thjesht edhe duke bërë jetën time. Ndërsa çfarë do doja unë të isha? Unë kam pas fat të thash që jam shkrimtar. Letërsia më ka ndryshuar jetën, ose për të mos thënë që më ka shpëtuar jetën. Jo në kuptimin që unë kam menduar në herë vetë vrasje e tjerë. Po më ka shpëtuar, më ka ridimensionuar si njeri. Unë gjithë jetën time do doja të isha shkrimtar, jo vetëm këtë jetë, por shumë jetë tjera nëse do i kisha. Edhe herë nga zero prap shkrimtar. Absolutisht po. Për mua është një nga dhuntitë dhe talentet që Zoti ja jep. Unë them gjithmonë që shkrimtarët dhe regjisorët janë niveli më i lartë i mendimit në art. Është e vështirë të arrish të hysh
ke shefi, ke Për psikologjia. shembull Robi. një soprano. Po dëgjosh Ermonela Younga për Pa është talent i lindur Robu. Jenë parajs duke. Pra, po është talent i lindur. Shkrimi, imagjinoj ti Edhe thua letërsia. ka ke pa një djalë, një Edhe gocë letërsia është, që deri flirtojnë në distancë me njëri tjetrin Ajo dhe është ti pra. ke një lloj gjëje që jo çdo kush e mendon që thotë t'ia sjell dikujt ta shoh të mirësi. Unë do ta shkruaj Por tregim se atë. soprano nuk po them, është shumë gjë e bukur, e kupton? Unë do ta shkruaj tregim atë, as 4 ditë ajo. E pra, Dhe do aty ta të thash. thotë që është ajo pra që po them që është i nivel akoma më Shumë lart. vitesh i kam thënë vetes Zot faleminderit i thash që më ke bërë shkrimtar. Se gjithë këtë mrekulli që po ndija brenda vetes duke I pa ato, Gjithmonë ndodhe edhe thash mu. kam mundësinë ta hedh ta shkruaj diku. Gjithmonë ndodhe edhe mu që ka momente që them kështu që merr me këtë punë. Janë ato momente që Arti, shijon. ja pra, Arti, unë nuk besoj se thot njëri në botë Zot faleminderit që më ke dhënë 18 kompani edhe 17 pallate që I bëj. Ai mendon gjithmonë se ti bën 20. Si ne që jemi artistë themi o Zot faleminderit që Jo, më ke bërë shkrimtar. ka ibon, ti e njeh Që ibon. m'ke dhënë këtë pasion. Ka momente që jemi shumë të lumtur në punë, pavarësisht se jemi të lodhur e gjona, vjen momenti që sa mirë që bëjmë këtë punë për Po, zotë. po ja pra Imagjino çfarë punë do ishim duke punë po mos ti. Po ja pra kjo është për mua definicioni I jetës perfekte, të bësh atë që do, pik. Edhe të jetosh me të. Atëherë ta mbyllim me Gjen. bësh ato që do. Jeta perfekte është të bësh dhe ta dush punën që do. Ose atë që do ta bësh punë. Domethënë Gjeri ti e vet. don punën tënde. Unë e thash që letërsia, shkrimtaria nuk është profesion. Puna që unë bëj është tjetër. Jo, puna Unë punoj gazetar, punoj. Okej, e du, sigurisht që e du. Gjën tate. Po, e du. Do të shumë faleminderit që u bëni I pari. Gjen, faleminderit prej teje. Unë të uroj shumë suksese të shkof mbar dhe jam I bindur se ti je djalë pasionat. Thjesht uroj që jeta të shkojë në atë mënyrë saqë ti këtë ta bësh me shumë kënaqësi gjithmonë. Me thënë drejtën shukura nisa dje. Ditën që do filloj bëhet detyrim për mu lërë. Nuk besoj që çelon për se sa kohë do jem me njerëz që kanë për tregu pa dorashka, pa gjona, besoj që do jetë për herë bukur. Faleminderit shumë. E vlerësoj shumë që erdhe dhe që ishi I pari. Gjithashtu donë.